Mund të të pyes diçka Hygert, lutem. Po, mi patjetër. E kam shumë me qetësi, për zotin. Vetëm dëgjë, dialogo, mos fal vetëm ti. Po mirë, mëse dhe unë ti dëgjoj ty kritikat deri në fund. Po jo, ti dëgjon kritikat, po ti ke një problem shumë të madh, unë kam dash me ta thëmë, pas kam gjetë momentin. Problem. Po, e ke problem shumë të madh, Alba, dhe nuk është vetëm konstatimi imi, që ti fillon flet me aq pasion, sa nuk të hynë fare në vesh se çfarë thot tjetri. Po si ma nuk po një sekondë shpjegoj. Dhe në momentin që ti po diskuton me dikë, je me një person përballë, atëherë duhet bërë dialog. Flet njëri, flet tjetri, them përgjigje, replikon. Po, shumë e bukur. Siç ta dëgjova ty kritikën dhe pastaj të dash sqarimin. Po, nuk them vetëm kritika. Ti e di shumë mirë që unë them vetëm kritika. Po, Hygert, kur kemi pas në një bashkëbisedim tjetër, përveç se kritikave që mi ke dhënë non-stop? Për shembull, çfarë kritike kur kemi pas? Çfarë kritike kam dhënë? Po që nga, me ta thënë diçka sinqert, si e ka parë, që nga dita dytë ose e tretë e Big Brotherit, deri më sot, për atë zot, gjithë bisedat që kemi pas të dyja, ka qënë vetëm drejtim që ti me më dhënë kritika dhe asë një biset tjetër. Për çfarë të kam dhënë kritikë? Se është për çdo situatimin. Të kam thënë si gatuan, si sillesh, ofendon njeri. Gjitha bisedat që i kemi pas në ndërmjet, ka qënë vetëm kur më ke kritiku për çdo situatimin. Për çfarë? Nuk kujtojnë eksakt, po një bised të ti kujtoj unë. Përveç, të ti kujtoj unë për çfarë? Jo, nuk po them këtu. Jo, se dua kjo është dal diku tjetër. Është thelbësore kjo. O janë dëshmi gjithë kamrat, po. Më dëgjoj, nuk e vej ndryshim dhe nuk dua të përgënjeshtroj që ti më ke dhënë kritika dhe për çfarë situatash, nuk është ky qëllimi. Po kush është? Qëllimi është pjesa. Jo. S'kemi pas ndonjëherë në një bisedë tjetër me Hygert. Po për çfarë? Alba, po të më dëgjoj me vëmendje. Urdhra. Po të pyes, është thelbësore. Urdhra, po. Për çfarë të kam kritikuar? Për çdo situatë që më ka ndodhur mua. Për shembull. Gjithë situatat, nga fillimi deri në fund. Po të kam kritikuar që ti bën lojra dhe e tepron. 1. Okej, gjithmonë përcjellem me paragjykime, patjetër. Jo, s'është paragjykime, është bën lojra dhe e tepron. Okej. 1. Po. Të kam thënë, kur fillon flet, nuk di të dëgjosh. Në rregull. 2. Të kam thënë, për çdo gjë, futesh, flet dhe nuk di të mbarosh. Okej, prap ky mendimi jot? Sigurisht mendimi im, zonë mendimet e mia, nuk them mendimet e tjetrit. Kur do ta kemi ne të dyja një bisedë pak më siç e kemi pas 2 ditë e para kur kam marrë gjithmonë me pyet si je jeta jot për jashtë, ndjesitë e tuaja, gjërat e tuaja? Ti mendon se unë jam njeri negativ, Alba? Jo, nuk po e them. Jo, po të pyes drejt për drejt, po flasim. Jo, se kam menduar asnjëherë. Ti mendon se unë jam njeri negativ? Jo. Mendon se ta du të keqen, domethënë që e kam? Jo, po ku do që vi, një sekond, mendojnë që vi edhe të ngacmoj vetë? Të kam ardhur ndonjëherë të kam ngacmuar vetë? Të kam provokuar? Jo. Atëherë? Vetëm kritika. Po kritik për 1, 2, 3 gjëra, sepse unë mendoj që çdo gjë të gaboj. Jo për çdo gjë. Për çdo situatimin. Jo për çdo gjë. Kam thënë, je vajzë shumë e mirë, je vajzë shumë pozitive, je vajzë që bëhet copash. Dhe këto, akoma vazhdoj t'i them. Ama kjo është 2 sekondëshe. Në këto 3 gjëra, unë vazhdoj të mendoj që ti gabon. Hygert nuk më kupton thelbin e muhabetit, se s'më dëgjon. Ja pra si s'po më dëgjon. Tani ti mos sulmo me armët e mia. Po jo, po më dëgjon, po këtë shprehje përdor edhe unë, nuk e ke shpik ti. Okej, jo, se kam shpik unë, absolutisht. Nuk po më dëgjon. Unë po të them me pastërti. A do të kemi ndonjëherë ndonjë bisedë tjetër? Përveç kritikës? Nëse ti do të dëgjosh. Nëse ti nuk do më bësh lëra që mua më bezdisën. Dhe nëse ti nuk do hysh për çdo bisedë, të fillosh të flasësh dhe mos dish të mbarosh, patjetër që ne do kemi biseda shumë normale. O Hygert, unë kam marrë disa herë të kam pyetur ty. Si je? Jeta jot familjare, jeta jot profesionale, gjërat e tjera ditë e para. Ti a më ke pyet mua ndonjëherë për gjërat e mia? Folur, po. Kur? Kemi folur për bizneset, kemi folur për ëndra që kemi. Kur ja kam thënë gjithë. Kur kam ardhur një herë ty e para. Kemi qenë të dyja. Kam ardhur ty e para. Gjithmonë. Po mirë, kjo çfarë është? S'kam pyet njeriu për këtë gjë. Jo vetëm ty. Po të kam ardhur unë ty e para gjithmonë. Po mirë pra, po siç kam bërë me ty, unë me të gjithë kështu, nuk është se kam pyet ndonjë njeri, edhe s'kam pyet ty. Edhe të kam vetë shumë tani, a nuk mendon që nga ana ime, se shembull, e di pse ta them këtë?
se të kam vlerësu si njeri në fillim. Po, s'më vlerëson më. tani nga ana ime, unë për të thënë drejtën, për mu ka qënë pak e lodhshme në raport me ty, jo ti si person, mos më keq kupto, po që unë fillim të vija dhe të pysja për gjërat e tuja, pastaj të flisja dhe për gjërat e mia, dhe pastaj çdo raport, kjo ka qënë vetëm 2-3 ditë e para, dhe pastaj që aty, njëherë ndodhi një situatë dhe ti e ke mbajt raportin me mu vetëm në kritik drejt për drejt, as një bisedë tjetër. Sepse, po ta them në sy, unë mendoj që ti bën veprime që kalon limitet. Tani, a je ti ajo që më thu që jam edhe njeriu i mirë, edhe kështu edhe ashtu? Ja. Tani, në rast se ke edhe mendim pozitiv për këta vlerat e mia njerëzore, Patjetër. a ka shumë pesh pas ka pas të ty, situatat e mia që më ka ndodhur me të tjerë, për mos me qënë ti lirshëm me mu, që të bisedojmë edhe gjërat bukura ndërmjet? Lirshëm jam shumë me ty, s'kam asë dhe S'kam ndodhur me problemi. hygër. Problemi është, Duhet pa tjetër unë vidu të pysë ty e para, o gjithmonë. zemra, më dëgjoj pak. Dhe këtë fiksoj e mirë. Unë jam një njeri që nuk pys. Jo se s'kam ndjeshmëri, jo se s'kam pozitivitet. Por, unë njerëzit në përgjithësi i lë të vim vetë unë dhe të më tregojnë. Sepse kam frikën dhe sikletin që duke pyetur mund të cënoj në gjëra që njerëzit nuk duan të tregojnë. Kupton? Po, edhe ti e Jam din. tipe, një sekundë. Pra, si që kam bërë me ty, që s'të kam pyetur as njerë, me të gjithë e kam bërë, nuk është e kam bërë vetë me ty. Okej, Unë jo, as flisa- kujt nuk i okej. kam hyrë, ti them nga vjen, ku t'i gjonë, qa ke bërë, si e ke bërë, po kjo, po ajo, as njëri. Më kupton? Është tipi im ti. Dhe unë në përgjithësi edhe jashtë, këtë tip kam, nuk pys. Do të vish të tregosh, të flasësh me mua, të dëgjoj me shumë vëmendje, diskutoj, mund të t'jap edhe ndonjë këshill nëse ke nevojë. Më kupton? Pra, kjo gjëja nuk qëndron. Ke Unë ardhur, të pyeta. ke folur, të kam dëgjuar, të kam dhënë mendim. Është e Edhe vërtetë. unë prandaj erdha këtu bised, Tani, që me të pyet unë me kam kuptu. filluar, zemra ime, unë jam në një stad moshe që nuk mund të bëj unë lojra. Nuk bëj dot unë lojra, nuk jam unë një adoleshente akoma. Okej, jam njeri allegro, ku ka gallat, hi, pa tjetër, ama për lojra, për gjëra, nuk jam unë më shpirt. Okej, e kuptoj. Pra, unë kam një loj, dua një bised, një të qeshur, një debat, një ku t'i gjë. Mirë, më qëndro pak se dhe ti i zgjatë si Ti tani, unë. Prit. vjen, nga fut një tytë, unë për kokrën e qefit tim, masazh, sytë mbyllur, ti vjen t'u lëre në vesh. Tani më ndalo pak, se dhe ti i zgjatë shumë si unë i zgjatë. Iku kjo, një sekundë, Edhe jo ti ta i mbaroj, zgjatë të shumë. lutem, Okej, hajde. ta mbaroj. Se dhe ti si unë je kështu. Iku kjo. Vjen, dje, pra për kokrën e qefit tim, prap më fut një tjetër. Që unë e kam të merë. Prap e qepa gojen e mbylla. Dhe ti pastaj më thua, do t'a bëj dhe njërë tretë. E kupton? Të ta them se duhet shkëm të zarfi. Unë vendos më mirë zemra. Larg. Dhe jam rahat. Do të them diçka. Të lutem, ta them këtë diçka të fundit. Okej, unë e kuptova këtë pjesën, se prandaj ta hapa si muhabet për me e kuptu. Po erdhëm. Prandaj ta hapa se më interesonte me ditë. Ama nga ana ime ta dish që unë jam njëri që vi vetë 1 herë, 2 herë, 3 herë, ama në momentin kur e shoh që nuk është reciproke ndriti. Ullu, lab, ulluni.